Disfunksioni erektil ose impotenca është pamundësia e arritjes së erekcionit për të pasur marrëdhënie seksuale adekuate. Mendohet se diku rreth 150 milion njerëz, mashkuj faktikisht, preken në vit nga kjo gjendje dhe besohet që deri në fund këtij viti ky numër do të jetë diku rreth 320 milion vite. Zakonisht është menduar më parë që kjo ka të bëjë me moshën e mashkullit. E vërtetë është që në moshën më të shtyr disfunksioni erektil është më i shprehur, mirë po statistikat e reja flasin që edhe te të rinjt ky çrregullim është mjaft i shprehur. Llojet më të shpeshta të disfunksionit erektil, faktikisht shkaktarët më të shpeshtë janë ato që lidhen me dëmtim të enëve të gjakut, çrregullimet neurologjike ose dëmtimet në nerva, hormonale, disfunksioni erektil nga përdorimi i medikamenteve, si dhe disfunksioni erektil psikogjen. Në moshat të reja zakonisht disfunksioni erektil është më i shpeshtë i tipit psikogjen, do të thotë që vjen nga një ngarkesë psikologjike që mund të ketë një mashkull, nga çrregullimet shpirtërore që i vijnë nga jeta sociale e tij dhe zakonisht është kalimtare. Në mosha më të shtyra, ku edhe zakonisht zhvillohen edhe sëmundje tjera shoqëruese, disfunksioni erektil më i shpeshtë është i tipit vaskular, do të thotë dëmtimit të enëve të gjakut. Për informat, disfunksioni erektil nuk është sëmundje, por është simptom, i cili flet për shëndetjen e sistemit ton kardiovaskular, që thjesht i vjen flet për shëndetjen e enëve tona të gjakut. Diagnostifikimi i disfunksionit erektil bëhet së pari me anamnezë, do të thotë me bisedë me si probleme, dhe varësisht nga ajo pastaj mund të rrjedhen edhe të bëhen edhe ekzamenimet laboratorike, do të thotë ato biokimike dhe hormonale, dhe nëse është edhe nevojshme edhe të bëhen ekzamenimet radiologjike. Te trajtimi do të jetë vetëm bisedat që e bën me mjekun. Zakonisht kjo mendohet për disfunksionin erektil psikogjen, do të thotë për shkak të ndonjë ngarkese shpirtërore që ngjan. Te llojet tjera mund të bëhet edhe trajtimi me medikamente ose me procedura tjera që në mjeksi quajmë invazive, do të thotë metoda më agresive. Në ndër metodat e fundit të cilat mund që janë në përdorim, është edhe terapia me shockwave, do të thotë me aparatin i cili përdoret i ngjajshëm me atë që është për thyrjen e gurëve në veshk. Me atë mendohet që formohen enë të reja të gjakut, me çka dhe fitohet një erekcion më i mirë të një pacient.